organe të gjyqësorit, tani kur thej ke Kadri Veseli, po bujnë ciu. Bravo, ta ndërgjitje për fatmirë. Po bujnë ciu, e qka një me kur i pojë deklaratat e në shtaj ke po emisionin me Hasan Zenile? Kush është taj? Po thot që është bashkëluftari Zahir Pajazit. Unë kur njetë nuk e kom taku atë njeri, nuk e një, do më thonë as gjatë dorën, as takue, as aj e ka përmen vrasin e babës temë. Dhe për këtë çështje unë e kom marrë dhe ty si çdo herë. Po e di. Ballhapur që të flasëm për këtë çështje dhe ajo që unë më thonë krejt për çështjet asaj që ai e ka thonë në emision tonën është që ne para lufte, para prej viteve 90 e tutje dikush edhe mrena sistemit sekret Jugosllavisë e pastaj edhe jashtë kena punue që ta kryojmë shtetin dhe t'i kryojmë organet e shtetit Kosovës. Absolutisht po. Dhe këtë punë e kemi bo. Kemi dalë fitues ndaj Serbisë në këtë moment kështu. Dhe sot i kemë organet tona, ata që shpifin, ata që flasin, ata që shohin ondra, mas një 25 vjetë, ka organet të shtetit tash këtu dhe... Dhe më unë ti po pretendon që javë ke lanë organeve të drejtësisë dhe... Absolutisht. E ke që këtë rast. Unë, jo, por çdo rast që shpifin njerëzit, ose... Kjo shpifje si pas të i... Unë mendoj që shpifin, janë organet ato që e caktojnë, a ka shpif apo... E si e ndje se, për shembull, e tha në një farfur me shumë çuditshme, tha, a keni pretendu në herë me shpallë babën tanë heru? Qysh pretendoj kaj? Po, jo, tha shumë pa vërteta. E vërteta e vetme është që unë kam pyet për këtë njeri, por tash du me thonë edhe një çështje për cilën nuk e kom ditë, për besë që djali im është shoqëruar me djalin e tina. Dhe djali i tij... Janë shok? Përpara ka nejtë bashkë në shkollë dikun, dhe djali i tij ka qenë një kohë gjatë, ka ardhur te unë, ka hongër bukë. E besoj që edhe djali jam ka shku te Hasan e ka hongër bukë atje. Dhe kjo është një farë pabesie kështu me dalë me folë. Ku kënë këta njerëz vitin 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, etjera. Por po dalin në kohën kur për këtë çështje është bisedue, është, domthonë, unë kam qenë i ftuar prej prokurorisë në Hagë, kam dhënë deklarat, kam dalë publikisht edhe para teje, edhe para shumë njerëzve të tjerë në emisione të tjera, e kam pohue çka kam thonë në Hagë për punë vrasjes të babait, dhe duel para do kohësh, zavens komandanti i shtabit përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës, zoti Sokol Bashota, që ishte dëshmitar në Hagë, edhe pikërisht për këtë çështje u pyet nga advokati i Kadri Veselit, advokati i Kadri Veselit dhe Hashim Thaqit. Dhe ai tha që rasti i Malit Shehollit, kjo komunikat është rasti më eklatant që janë marrë vlerësime, janë bërë gjona pa bilihat. E ka marrë përsipër vrasit pa kohë. Që pa them në kë Hasan Zeneli edhe Hasanave të tjerë, po ju thëmë përsëris këto sonte, ushtria qlirimtare e Kosovës nuk ka gisht dhe s'ka pas në vrasjen e Malit Shehollit babës temë. Unë këm marë dhe këm dëgjohën e mdjali tina dhe natyrisht që këtë familja kena dashmi ditë që shka rrjedh kjo punë. Dhe mbledhja informatat që ne i kemi bërë, dalin do giliptera edhe do hështaplera edhe do dhunues sërbo-shqiptar që e kanë krye këtë çështje. Dhe këtu përfundon çdo gjë. Këtu përfundon çdo gjë. Ajo që është pasqyruar në Hagë është e vërteta. Po unë jam shumë i bindur që ata burra kur dalin prej Hagë, këtij Hasanit, e Hasanave të tjerë që nështë ta kanë dalë, kanë folë kështu, do t'ja u tregojnë venin ku e kanë. Fatmer, mu pëlqen për një rasti që nuk dasht me shfrytzu vrasjen e babojt tanë për ta fituar një post politika për diçka. Sepse tu kanë ofru qindra miliona euro edhe prej anës tjetër. Por a është vërtet? Unë vetëm e kam kërkuar të vërtetën. Do më unë nuk je shit për... Jo, qëre, Sadri.
Babaj është vranë vitin 97. Edhe në atë periudhë këtu ka qenë sistemi Miloševićit. Në vitin 97 ka qenë sistemi Miloševićit. Nuk u ngrita këtë akuzë kur për vrasjen e tina. Kjo më ka bo mu me dyshue që këtë vrasje e kanë bo kush e ka bo, po kuptën, dhe këm punue, ju më angazhue. Po qysh mujta me konun e Dani Biri Maliqit, qysh mu u bona bashkëpunëtori e shërbimit informativ të Kosovës 8 vite, dhe ju mbyllë. Ke qenë pjesëtori shikut? Unë kam krye punë për shërbimin informativ të Kosovës. Stash dhe kena, qëto deshta më tërprej? Dhe 8 vite. A e thikë dhe dikon se vetë po ma qelë gojën burë, e kam edhe një musafir shumë special sonte. A një mërë, se kem problem. Është një gazetori lëmtus, është kryeredaktori i gazetës Papirës, është ish ushtori i ushtrisë ligjore të Kosovës, ka qenë pjesëmarrës në 3 luftrat, është vërtet njëri, domethënë që nuk flet pa e menduar dhe pa posfokte. E ftym sonte është Agim Huati bashkë me neve me dartë të kemi pasur. Faleminderit shumë tjerë. Faleminderit shumë. Mirë Roma. Si ne, një mirë. Sot do kiti edhe nërë se Agimi bile ka qenë edhe agjeru, shumë kër e konftu në emision. Agim, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit juve. Për një që i edhe besimtori dhe vëtë shumë ti. Po, mundohem shto se jo. Praktikant? Pa tjetër. S'po gëzëme për ti që më të ka mundur Ramazonin. Jo, unë për natyrë jam kështu vetë. Natyrë, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit juve, mirë. Kem të bisedu lidhe me një emision e kemi pos para një 3 dite, edhe në momentin që e pëtëm Fatminën, kjo e thadhë një të vërtet tjetër, thadhë unë e kam qenë pjesëtori shërbimit informativ. Kom qenë bashkëpunëtori i shërbimit informativ. Po, është e vërtet. Nëse s'ka bëjë ti, ku për ditë është e vërtet, a ti ke qena? Po, se i përket meje, do më thonë, në kam publik se antarë shërbimit informativ të Kosovës. Në atë ku, Fatmiri ka bo shumë punë të mira, për mu është një shqiptar shumë i madh Fatmir Sheholli. Ka vepru mirë, ka punu mirë, gjithë që... Ku për den, keni qenë edhe ju pjesë e shikut, a kema, po? Po, pra. Fatmirin e moj menë shumë, po kësë më kanë ju mua të hera, së këta, realisht unë e këta po këj mu ju. A i keni rujt a qysh? E kena rujt prej disa individa saktu në Kështë që konë mitë e rujt o po, rujt ata, rujt këta. Ne kena rujt kuptimin e mirë. Ju e keni rujt ma mirë? Po. Se më kone këshim vra? Mirë, po kësë ka ditë që ne jem të shku mrapa. Dëmon, kjo është një deklarat ekskluzive Agimutit, se nuk është pak me thonë në këna rujt publikisht për prarë njeri që ka punu shekë. A ka mundësi veç pak, se për herë por, dëmon njerin për shok, për herë por, po... Po se menoj publiko shumë mirë, bravo Fatmir, do të rritë për Fatmir, se menoj publiko që na shojnë me Agimin, do në menoj që i këna po publike, do të më thonë është hera e por, një që peshe. Dëmon, ti e prezentove si pjesëmarrës në lufta, edhe si... Gazetar, po se e ka dhe gazetën Papirës, që është shumë e njërë. Më vjen mirë shumë që i përkasëm gazetarisë.